Zërat kritik brenda SMAIT-s janë shtuar së fundmi. Pas Erion Braçes, Pascal Milos e shumë antarëve të kryesisë ka reaguar lidhur me listat për deputet dhe mos konsultimet për to dhe antarja e kryesisë socialiste Arta Dade. Ajo ka shprehur rezerva të mëdha lidhur me mos konsultimet e mungesën e vendimarrjes së brendshme, duke theksuar se emrat do të mësohen më parë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se sa nga vetë kryesia e socialistëve në qendër. Ndërkohë nisur nga opinionet që qarkullojnë rreth listave dhe publikimeve të ditëve të fundit në media, Dade kërkon që forumi më i lartë i kësaj partie të jap fund hamendësimeve rreth listave për deputet, sipas kritereve që duhen përcaktuar qartë. Duke bërë ballafaqësimin mes dy partive kryesore, antarja e kryesisë ka kërkuar të mos përsëriten gabimet e 2009-s që u bën me listat ku u përfshin njerëz që nuk kishin lidhje të forta me PS-n e që u larguan nga grupi socialist. Ajo ka kërkuar përcaktimin e disa kritereve bazë mbi të cilat kryesia që pritet të mblidhet këtë fundjavë duhet të ballafaqojë emrat që do të ofrohen. Ja si shpreh Dade në një opinion të dhënë për një nga mediat e shkruara kombëtare. Opinioni publik, por edhe elektorati ka kohë që presin të kthjellohen se cilët do të jenë ata që do t'i përfaqësojnë në kuvendin e pas zgjedhjeve të 23 qershorit. Sipas amendësive që vënë në dyshim transparencën, ka gjasa që këtë gjë më parë ta mësoj kryetarja e KQZ-s se sa vetë deputetët aktual, ata që aspirojnë të zënë vendin aktualve, strukturat e partisë që pas një kontestim zbatojnë deri në sfilitje çdo detyrë që u ngarkohet lidhur me zgjedhjet. Sipas praktikave në zbatim të statutit dhe rregulloreve të brendshme, duhet të kishte nisur procesi për vlerësimin e punës së deputetëve aktual dhe marrja e mendimeve nga baza e partisë, si dhe përpunimi një numri kriteresh, normash e parimesh, të cilat do të lehtësonin punën e përbashkët të strukturave të partisë nga baza në qendër. Imponimi në zonat tradicionalisht të majta i një numri kandidaturash që kanë rezultuar humbse zgjedhje pas zgjedhjesh, duke hequr mandate të Partisë Socialiste dhe në zona të sigurta, pas promovimit të tyre jashtë çdo norme në nivelet më të larta të drejtimit, më e pakta ul motivimin e strukturave të partisë për të punuar me energji të plotë dhe druaj nëse maksimizon rezultatin e PS-s dhe të koalicionit opozitar. Mëtej vijon se përvojat e kaluara në Partinë Socialiste ofrojnë sinjale se punët me listat në 2009 mund ishin bërë më mirë. Rastet e deputetëve socialistë që kur nuk i kishte lidhur ndonjë element me PS refuzuan të qëndrojnë me ne në betejat politike, si dhe rastet e largimit nga grupi socialist për arsye ngushtësisht vetjake, duhet të na bëjnë të reflektojmë. Një forcë serioze si Partia Socialiste këto duhet i analizojë me kujdes dhe kriteret për përfaqësim duhet i konsolidojë të krijojë koracën mbrojtje për t'i rezistuar klientelizmit. Druaj se në lista po përfshihen kolegë që rezultojnë humbës në një numër të njëpasnjëshëm procesesh zgjedhore. Ata mund të kenë cilësi të tjera pozitive, por ja që rekordet flasin për dështim në një numër zgjedhjesh. Ndërsa në përfundim të shkrimit të saj, Dade shprehet se java në vazhdim do të jetë java përfundimtare. E shpresoj fuqishëm se do t'u jap fund hamendësive dhe dorovitjeve në dorë për ata që fushatat elektorale i kanë veprimtari fitimpruese gjobavënse për të dizorientuar opinionin publik e krijojnë pasiguritë elektorali. Kryesia e Partisë Socialiste në zbatim të njërës prej detyrave funksionale të saj duhet të shqyrtojë çdo kandidaturë që do të përfshihet në listat për deputet në zbatim të kritereve.